lëvizja vetëvendosje me një gjë të tillë, sepse nuk është duke e bërë lëvizja vetëvendosje një gjë të tillë. Në fakt, deputeti Haxhi Avdyli dha dorëheqje prej partisë Guxo, pikërisht për shkak të këtyre kërcënimeve. Tregoi që po jep dorëheqje të parevokueshme prej krejt pozitave që i ka në parti. Pra ka dhe lëvizje politike, vendime politike për shkak të kësaj situate. Pastaj është kjo puna e degëve të partisë Guxo, që është partneri juaj në koalicion qeverisës, edhe e kemi pastaj edhe një reagim të partisë që tregon se është numër i vogël i atyre që kanë dhënë dorëheqje. Qysh po shetash këtë situatë? Këta që po japin dorëheqje potencialisht kanë qenë votues tuaj në zgjedhjet e fundit. Sa i përket rastit dorëheqjes së kolegut tim Haxhi Avdylit, unë e kam ndjek edhe qëndrimin e tij se ai nuk do të largohet nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje. Sa i përket raportit të tij me partinë Guxo, unë jam deputete e lëvizjes vetëvendosje, kështu që besoj që është shumë më mirë nëse ju drejtoheni qoftë partisë Guxo, qoftë deputetëve të partisë Guxo, kryetarit apo edhe vetë deputetit Avdyli, edhe në raport me proceset e brendshme të tyre, por edhe në raport me qëndrimin e tij për të largu nga partia Guxo. Unë krejt çka mund të them është që ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm si kolegë. Nëse për Avdylin nuk deni, besoj që deni pak më shumë për Faton Pecin. Cili është qëndrimi i tij? Kryetari Faton Peci është duke e vazhdu një punë të jashtëzakonshme në komunën e Mitrovicës. Vetëm gjatë javës të cilën e lam pas, ka pas një sër veprimesh të cilat janë realizim i premtimeve të cilat ai ka pas në fushatën zgjedhore që e përmbyllëm me balotazh në vitin të cilin e lam pas. Ai është shumë i fokusuar në punët e tij si kryetar, ka domethënë qëndrimin e tij publik në raport me këtë çështje si bashkëdrejtues i partisë Guxo, në konsiderat të plot për angazhimin dhe punën e tij si kryetar, por edhe si bashkëdrejtues i Guxo. Unë mendoj që është shumë e udhëtë që ti drejtoheni atij për qëndrime të tjera. Ai e ka dhënë një deklarim, është publik. Raporti është i shkëlqyeshëm siç edhe ka qenë gjithmonë. Unë mendoj që Mitrovica ka pas shumë nevojë për Faton Pecin kryetar. Po për raportin në qendër. Në qendër në kuptimin e... Po, në përzhvillimet politike. Nuk ka absolutisht asnjë, le të themi kështu, problem, sfid, diçka që mund të potencoja në bashkëpunimin e lëvizjes vetëvendosje me Guxo. Absolutisht asnjë. S'ka probleme brenda grupit tuaj parlamentar nga deputetët që i takojnë subjektit Guxo? Jo, nuk ka. Kemi përgjigje që ata kanë shpreh publikisht para kolegëve deputet qëndrimin se Vjosa Osmani duhet ta ketë edhe një mandat. Ne, pra po them, i kemi thënë edhe presidentes Osmani që ne i kemi nënshkrimet për të. E kemi ftuar atë që të hyjë në garë për presidente dhe të i nënshtrohet procesit të votimit në Kuvendin e Republikës së Kosovës në mënyrë që deputetët me vullnetin e tyre të lirë të vendosin për emrin e presidentit ose presidentës. Por në rrethanat kur ajo refuzoi nënshkrimet, PDK-ja refuzoi votimin e presidentës, nga LDK-ja dolën deputetë që thanë se nuk e votojnë, neve si vetëvendosje nuk na ka mbetur asnjë alternativë tjetër përveç se me tentu me gjetë një emër tjetër konsensual i cili do t'i ndihmonte kuvendit që ta zgjidhte presidentin edhe tutje nuk do të shkojë në proces zgjedhor. A jeni të gatshëm për çfarëdo variante edhe nëse shkohet në zgjedhje?